Turizmi në Gjirokastër po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje edhe në arenën ndërkombëtare. Së fundmi qyteti Gurt me historinë, arkitekturën dhe traditat e tij unike është bërë pjesë e një dokumentari që po përgatitet nga televizioni publik gjerman. Ekipi gjerman ndodhet në Shqipëri për të sjellë për publikun e tyre një udhëtim të veçantë në jug të vendit, me fokus Gjirokastrën, Përmetin dhe luginën e Vjosës. Ne ndodhemi në Gjirokastër për të realizuar një reportazh udhëtimesh për televizionin publik gjerman. Është program mjaft i njohur në Gjermani, me një jetëgjatësi prej 20 vitesh. Për Gjirokastrën turistike dhe vlerat e saj, po përgatisim një dokumentar prej 90 minutash që do të transmetohet në kanalin ton. Flet për hartën e udhëtimeve në Shqipëri dhe interesant është promovimi i Gjirokastrës, ndërsa prezantojmë mundësitë e udhëtimit për turistët këtu, aventurat që mund të përjetojnë. Gjithashtu, pjesë e këtij dokumentari është Përmeti, si dhe lugina e Vjosës. Gjirokastra tashmë është kthyer në një destinacion të turizmit ndërkombëtar, ndërsa që prej fillimit të këtij viti e deri tani ka mirëpritur mbi 70.000 turistë.